Egli futet muzikës, publikon këngën romantike, ndërkaq vjen edhe thumba nga Olsi Bërlyku, këto janë drama. Gjithçka që po ndodh jashtë shtëpisë duket se tani më Egli Talko ka bashkuar forcat për të bërë pjesë e projekteve të reja muzikore e për të shfrytzuar momentin, pasi nuk reagoi as pak fare për disa ditë nga shtëpia Big Brother duke përfituar më shumë se 150.000 banor vetëm në 3 ditë, me siguri kjo nuk pritej, por Egli tashmë ka vendosur që të publikojë projektin e ri muzikor në bashkëpunim me Kellin, banorin tjetër të Big Brother. Ti mban titullin bashkëpunimi i tyre, i cili është publikuar vetëm pak çaste më parë në kanalin zyrtar të Top Media Music, teksa kjo këngë është krijuar ndërkohë që dy artistët kanë qenë brenda shtëpisë. Ti është një baladë ngrohtë dashurie dhe dhimbje që jemi të sigurt që secili do gjejë një copës nga vetja. Kjo këngë shënon edhe rikthimin e Eglit në një projekt muzikor pas një periudhe të gjatë mungese, teksa miqësia e Kellit dhe Eglit brenda shtëpisë së famshme ka sjellë këtë produkt kaq interesante, nostalgjik të ndjerë, teksa kujtojmë se Kelli shprehi pas daljes së Eglit se e njeh edhe jashtë dhe kanë bashkëpunuar. E madje thasë edhe familja e saj pa dhënë disa këshilla për t'ia transportuar Eglin, por nuk mundi, pasi ajo është e verbër në lojë dhe e merrte çdo këshillë si një sulm. U shprehte Kelli, e duket se të gjithë këto janë dukur drama Olsi Bërlykut. Ish partneri i Eglit Talkos ka publikuar vetë projektin e tij më të ri në të njëjtën ditë, teksa titullohet Drama. Kënga e tij, e cila është shoqëruar edhe me videoklip për tekstin e muzikës së cilës u kujdes vetë, duket se ka edhe thumba për Eglin. Fansat e zjarrti kanë komentuar për fjalët e këngës ku thuhet se gjithë këto i duken drama, se është pikërisht për Eglin dhe dashurinë e supozuar ndaj gjestëve, ndërkaq që Olsi nuk ka reaguar as pak ndaj këtyre teorive.